Nuk ka kur farë problemi, unë veç du me falendru për epitetin, krye banalisti Ermal Panduri. Falemderit shumë, e kuptoj deri në maksimum. Ajo fjolla fali zot se s'din shka bojnë, po nejse, s'po du mu kalzu tash këto. Ja ka shkru dikur së 3 era s'full. Shumë mirë. Ja ka shkru dikur së full 3 era kështu. Kjo gjuhë nuk e nderon. Nuk e nderon këtë vajzën, këtë tjera Kasumaj Berisha. Unë kam jashtëzakonisht shumë respekt për të dhe e qmoj. Unë nuk e njoh. Unë e qmoj, më ka rarë rasti me taku njerë, për çka vërtet ja vlerësoj jashtëzakonisht mendsin dhe mënyrën që është bën politik. Ja, kështu s'bëhet politika. Unë pëlqen. Dhe nuk është në rregull. Megjithatë, ecim tutje. Mendoj që partitë politike në Kosovë, dhe për fat keq edhe në Shqipëri, në raport me zhvillimet politike në Kosovë, nuk e kanë përvetësu leksionin e zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, ndërkaq ka një reflektim tash të disa për zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, sidomos në Shqipëri. Për fat keq, jo edhe këtu, sepse është thënë jo një herë, po disa herë, madje edhe prej personaliteteve politike, me një fjalor bukur edhe matullt, madje se këta tjarës, se kanë qenë fitore të rastishme, aksidentale, e tjere të 21-shës, ndërkaq tash u tejkalua ajo, dhe e mori për masën e një plebishiti. Kush e mundson këte? Mungesa e një opozite të mirëfillt. Sepse dorën zemër të fitosh 51% në një hapësirë që megjithatë ka pas një traditë të demokracisë edhe të pluripartizmit, sidomos pas luftës. Kjo flet thjesht se ka një opozitë total të çorientuar. Arsyeja pse ndodh kështu, sepse si që kam pohuar, partitë opozitare në Kosovë kanë rrshit në terrenin e korporatave. Nuk janë më parti politike. Dhe nuk është tragjike që ta pranojmë këte, sa më herët ta pranojnë ata më mirë, nëse jo atëherë shkojnë drejt një humbje tjetër të radhës, por i lëshohet terreni pastaj partive tjera. Dhe kjo që apo ndodhë për shembull në Shqipëri me reflektimin si rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit e vëre që megjithatë ata i numërojnë, thonë. Albin Kurti i ka pas shumicën e mediave kundër. Albin Kurti ka pas Edi Ramën kundër, ka pas një pjesë të mirë të politikave të Bruksel, politikanëve qendrave të vendimarrëse në Bruksel e tjerë, dhe në fund fiton. Dhe atë fiton më shumë se sa në 21-shën. Pra ka duhet të reflektohet në kuptimin se pse qytetari i Republikës Kosovës i beson një formacioni politik që është shikuar me dyshim nga një pjesë e tërë e strukturave drejtuese politike në hapësirën shqiptare. Dhe tash duhet të ballafaqohet me vetveten. Unë e di që një pjesë e mirë e kolegëve tanë për studio të ndryshme e ka një lloj përgjegjësie për një pozicionim ekstrem, madje do të thosha unë, ma ekstrem dilnin ata pro LDK-s e PDK-s se sa unë që kam librezën e vetëvendosjes për vetëvendosjen. Sepse kjo gjuhë për shembull e kësaj vajzës mua nuk më pëlqen. Edhe e them hapur. Të trijerës. Po. Të trijerës, po. Mund të korrigjohet ajo, është e re dhe mund të kërkoj falje, bile i kisha bothirje që të reflektoj. Por mungesa e demokracisë brendshme i sjell partitë politike te ezaurimi brendshëm, gryrja e brendshme e tyre. Dhe natyrisht pastaj humbjet janë të programuara. Mungesa e demokracisë brendshme në shikim të parë unë pajtohem që LDK-ja duket si më e hapur, ka debate tjere, po tjeni të bindur që më shumë ka pas demokraci të brendshme në LPK se në LDK.